Miqtë e gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini. Kam kënaqësin me pas ftun në studio mikun tim më të mirë, e që atash e kemi në politik e që po është super aktiv. Bardhyl Hasan Papajn me numër 34 në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bardh, mirë se erdhe në shtëpinë tonë të përbashkët, kështu si mik i Fokusit, që nuk po hezitoj më të prezantu kështu me krenari në çdo paraqitje time. Faleminderit Xhan. Alla diçka me befasia. Këtë njerëz që më njohin mua me 100 herë kisha pason që nuk e shtit dur në zjarm kur për asnjë politikan. Po e marr kështu me shumë krenari për shkak se një që janë 26, 56 vjet. Vërtet. Kallëzëm që do me ndryshu prej kësaj që ka të njohmi i mall i vogël këtë shoqërinë tonë, a do me qëndru bardhyl edhe në politikë, me parimet tua, me bindjet tua, edhe me këtë, si themi, krenarin, që paralel me zhvillimin akademik e profesional, gjithherë, në energjinë tonë me kontribua edhe venit edhe shoqënisë edhe këto që nashta rreti ngusht i jotit njohmi, po jo edhe ata që sot duhet me ta dhënë besimin edhe me të votu, mi përfaqësuar Kuvendin e Republikës Kosovës. Zan, po e vërtet, kënaqësi sigurisht që t'jam si zakonisht bashkë me Fokusin këtu dhe rrugtimin që kemi pas në sferat ndryshme, sigurisht që secili e kemi mbrojt me pasionin ton, në profesionin ton dhe unë jo vetëm për Fokusin, por në përgjithësi gazetarët, mediat, kam pas raporte dhe pa hezitim kam pranu ftesa dhe kam qenë prezent. Si till, unë dhe me të njëjtat bindje kam hyrë edhe në politik. E di që është vështirë kur hyn politik që të ngelesh i njëjti. Unë do të bëj maksimumin dhe nuk kam asnjë dyshim që ja dal sepse unë i till kudo që kam shkuar kam ngel edhe me bindje të plotë them që unë me gjithë pasionin tim, me profesionin tim, me dijen, bagazhin tim, që e kam do t'ja vend dispozicion këtij rrugtimi politik për asnjë arsye personale apo për asnjë qëllim personal, për asnjë përfitim personal, po thjesht me dëshirën më të madhe për të kontribuar për këtë shoqëri përmes politikës, si një mekanizëm që në fakt them drejtën po u përdor për të mirë. Politika sjell të mirat mëdha tek qytetarët. Ne po ngecim tek politika, se në përgjithësi si shoqëri sigurisht që me mangësitë edhe në këtë evolucionin tonë që e kemi në zhvillimin e përgjithshëm demokratik e shoqëror, kemi plot meta, por të metat kryesore në politik po i kemi. Kështu që unë besoj që kurdo që ka çka të kontribuojë në politik, është mirë që të angazhohet. Dhe në këto rrethona, dhe në këto premisa, jo më angazhue, sigurisht që unë di të respektoj dhe rregullat e politikës, sepse unë nuk mund të sillem në politikë sikur të isha në një studio ligjore ka përgatit një dokument ligjor pa emocion politik fare. Politika është emocion, është komunikim me qytetarin, është të dëgjojmë hallet, problemet dhe t'i zgjidhim ato përmes mekanizmave që janë institucionale të shtetit dhe jo që ti trajtojmë ato vetëm nga këndvështrimi jonë personal dhe emocional. Pra, sigurisht që do të jetë në një kuadër të një angazhimi politik të përbashkët, në një ekip të përbashkët me Lidhjen Demokratike të Kosovës, aty ku kam vendosur të hyj në garë, dhe së bashku me ata 33 profesionista, njerëz me përvojë të gjatë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi ndërtuar një ekip dhe bashkë me të një program 113 pikësh që koincidon me numrin 113 të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këto zgjedhje, dhe pa hezitim e them, jo vetëm numrin 34 timin në këto zgjedhje, por çdo që të votojnë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Janë 33 njerëz të profesioneve ndryshme me pasion që kanë një energji të re, një përbashkim të ri, me vullnetin më të mirë për të kontribuar kësaj Kosove. Bardhyl, e kemi diskutuar me gjithë modestin, po du me të shti me përsërit që ato. Për shkak se qytetari i Kosovës tash e sa vite e sheh që një pjesë e madhe e njerëzve në politik janë për shkak se nuk fugjojnë vendet punës ose që shukon rasti pa precedent në shtanë këtë Evropën, ku për herë të parë ke pas plot njerëz ikon 27, po më duket në kohë që i kanë qelë xhiro llogarit edhe kanë marrë paga kur janë bërë deputet Kuvendit të Kosovës. Për neve që të njohemi e dim veprimtarinë tonë, punën e suksesshme tonë, kompaninë tonë,
është e qartë që nuk e hyn politikë për çdo. Ma ke thonë, kur jemi ul për herë të parë, para se me vendos, që ke thonë veç një arsye dhe një motive kam. Për shkak se dojnë me një përgjithësi, me kontribu venit në një moment të caktuar, për shkak se nuk është e mjaftueshme veç e mira e jonë ose veç pozicioni e jonë, por duhet me dhënë një kontribut në edhe një është përgjegjësi edhe intelektuale, me dhënë një kontribut për venin, edhe që kjo është momenti duhur kur unë du me hynë në politikë. Debate publike kena bot, në media e kanë gjithë, e kujtoj për kohës kur na kanë studenta që i bëjshëm ato debatet për tema politike ato, po nuk e ke përmen asnjëherë. Erë që ky moment, raportet e tua me Vjosa Osmani që janë më shumë shoqënore, miqësore prej studimeve që kanë vazhdu deri në ditët e sotme, po motivi kryesor kanë që ky. A është për një me situata e tillë ku secili njeri që e ka një vetdije duhet me thonë okay, duhet me kontribu për shkak se Kosova po merr një kthes fatale, ndoshta që nuk e shohim sot, por që mundet me pas pasoja për një tarme ose për ato që na mundomi me ndërtu për fëmijët tonë. Po, shkelzen dëgjoj, shpesh ne e shohim edhe politikën, po edhe angazhimet tona kudo në profesione, sigurisht dhe si fillim për nevoja personale, dhe kjo është legjitime. Por, kur njeriu mrin një stad të zhvillimit profesional, të kontributit apo të mirave materiale dhe familjare të mjaftueshme, sigurisht që e mira s'ka fund. Por as e keqja s'ka fund. Dhe rrjedhimisht është mirë që njeriu të mendoj për te komoditetit vetvetes. Unë, pa modesti mund të them që unë kam pas arrit edhe në raportin tim profesional, edhe akademik, zhvillimin akademik. Dorën zemër edhe të mirat materiale, të mjaftueshme për një jetë komode, pa stres, pa presion dhe që mund thjesht të distancohesh nga çdo lloj angazhimi tjetër. Por e ndjej obligim qytetar, moral, që t'i kontribuoj të mirës të përbashkët. Dhe sigurisht që angazhimi im politik veç do të dridhat komoditetin që e kam pas dhe e kam ndërtuar me profesionin tim dhe me dijen time personale. Kështu që sigurisht që s'kom hy për të rahatuar, por kom hy për të kontribuar, sepse unë rahat kam qenë pa politik, në fakt, shumë rahat. Dhe ideja është që nuk ndihem komod dhe rahat, kur e di që gjërat në politik nuk po shkojnë siç duhet, institucionet po rënohen avash. Demokracia është në kërcënim serioz prej sidomos saj mazhorance politike që është për momentin e kuvend. Dhe rrjedhimisht sikur kur hesht dhe i lën gjërat që të rrjedhin ashtu, sikur e ndjen një pisht fajit. Pra nëse unë që kam komoditetin tim personal, nëse nuk angazhohem në politik, si do të angazhohet ai tjetri që e sheh vetëm si vend pune apo si në mënyrë mbijetese. Pra unë s'kam hyrë për mbijetuar, thjesht për të kontribuar. Dhe në këto rrethona, unë besoj që i japim një kontribut demokracisë. Dhe për këtë kam hyrë dhe për këtë do të jem jashtëzakonisht i përkushtuar deri në momentin e fundit. Nuk kam hyrë për qëllime sezonale, kam hyrë për një rrugtim pak më afatgjatë. Dhe kjo garë që është me 7 qershor, është vetëm fillimi i një rrugtimi tim më të gjatë politik. Dhe me zipres që të shoh rezultatin, me shpresë do të jem një prej deputetëve në tempullin e demokracisë në Kuvendin e Kosovës, por edhe po mos jem, unë do të vazhdoj kontributin tim politik kudo që më kërkohet, bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Bardel, du me dalë tani me të pyet kështu realisht që shpendin fushatën edhe këto aktivitetin në kësaj po veçodja. A ka provokuar nështë pikërisht aty ku është pjesa e jote profesionale? Si me thonë kushtetuta, ligjet, tendenca e këtij pushteti me lëkund shtyllat e drejtësisë, qaja që nështë të ka nxit që me hyrje të garës politike. Shkurtër që po. Pse? Unë kam vrejt një tendencë shumë të rrezikshme të lëvizjes vetëvendosje në çështjen e zgjedhjes të presidentit. Ata zgjedhin 2 rrugë, që të dyja të rrezikshme. Pasi siguruan një shumicë parlamentare të tyre me 66 vota bashkë me partnerët e tyre kishin në kuvend. 66 vota, shumicë e mjaftueshme parlamentare për me qeverisë këtë shoqëri me ligje të mira e projekte të mira, po të kishin pas qëllime të mira.
Bllokimi i institucionit presidentit dhe ajo pralla e madhe që ndërtuan gjasme për një mandat të dytë për presidentin Osmani, që dëshirojmë ta zgjedhim, por nuk po mundemi, që tentuan t'ia servojnë publikut. E kishin me një qëllim shumë të keq që u shpërfaq më vonë. Pse? Sepse ata kishin pas qëllim, patjetër ose me zgjedh presidentin nga lëvizja vetëvendosje, siç doli pastaj nën kryetari i kësaj lëvizje me propozimin e tyre, zoti Glau Konjufsa, pra ose me patjetër me zgjedh dikë televizit vetëvendosje president, ose me blloku institucionin e presidentit dhe prandaj e kritikojnë edhe dekretin e shpërndarjes parlamentit, sepse kanë pas dëshirë që presidentja mos me shpërnda parlamentin, mos me vepru e fare, mos me nxjerr asnjë dekret, por thjesht me dorëzu detyrën e presidentes dhe me marr këta presidencën me ushtruesin e detyrës, zonën Albulena Haxhiu, pastaj me një shumicë kaq të madhe parlamentare, pa president, me qeverisë vendin dhe po deshet e jani dhe votoni presidentin, po s'deshet hiç mos e votoni. Kemi një ushtrues detyrë president dhe kështu e çojmë ne, e lëm vendin pa president. Ose presidentonin, ose pa president. Pra, prej tentativës për me zgjedhni president, pa asnjë influencë politike, siç edhe u shpërfaqen në fund, pra dëshironin me zgjedhni president pa influencë politike, që nuk merret fare as me politikë brendshme, as me politikë të jashtme. Me ja mohue komplet kompetencat kushtetuese të një institucioni më të rëndësishëm që udhëheq politikën e jashtme, që është komandanti suprem i forcave të armatosura dhe që ka ndikim jashtëzakonisht të rëndësishëm në ruajtjen e demokracisë së brendshme, balancën mes institucioneve. Ata nuk dëshironin të keni një president të tillë të fortë, siç ishte presidenti Osmani. Dhe rrjedhimisht të gjithë prallën e tyre për ta bërë edhe një herë për mandat të dytë e kishin thjesht një taktik elektorale. Dhe unë e pash këtë, të më drejtën, një rrezik shumë të madh për demokracinë. Unë e kam brejt juridikisht, çështjen e dekretit ka qenë e vetmja zgjidhje ligjore, politike dhe përgjegjshme institucionalisht, ndërkohë që ata është ndruar në një betejë tjetër për eliminim politik të një figure politike. Por këtë populli e sheh, e kupton, sado që tentojnë ta fshehin, e kupton fare mirë, fare qartë. Dhe në këto rrethona unë besoj, siç kam hyrë edhe unë me qëllimin më të mirë, disa 33 tjerë, po ashtu me qëllimin më të mirë, por sidomos publiku në përgjithësi e kupton këtë rrezik dhe këtë tendencë. Prandaj unë besoj se edhe në komunikime me qytetarët që kemi pas për gjatë kësaj fushate, është një entuziazëm, një dëshirë shumë e madhe për të rikthyer demokracinë në vend. A u shpërfaq mjaftueshëm edhe në mas këtij vendimi tendenca e Kurtit që duhet një president i cili nesër e zgjedh edhe prokurorët, që shpo publikisht për herë të parë tha që prokuroria nuk duhet të mëkon qaqe pavarur. Edhe ndoshta ky atakimi i vazhdueshëm i kryeministit Kurti në gjykatën kushtetuese. Apo duhet një president i tij për mi kap ose mi marrë në kontroll këto dy mekanizmat të shtetit që janë shumë të rëndësishme për me bërë këto balancat e pushtetit. Shkelzen, tashmë është më se e qartë që Albin Kurti jo vetëm që do me kap krejt institucionet, po do me kap komplet shtetin në të gjitha funksionet e tij. Nuk dëshiron me lënë asgjë dhe askënd të pavarur. Pra, ai do me kriju varësi totale, siç ka kriju në parti, tani edhe në shtet. Siç e ka forcu partinë dhe komcue që vetmi është ai që flet dhe i cili dëgjohet, askush tjetër. Dhe prandaj edhe kjo pralla për presidentin sikur i ka dalë prej kontrollit, pse se kushdo që del, nuk e din verzionin e saktë, asnjë prej deputetëve nën kryetarëve tjerë apo aktorëve tjerë të asaj partie. Që i bie se kjo tendencë për me kontrollu çdo institucion do të shtrihet edhe tek gjyqësia. Dhe kanë treguar shenja fare të qarta, dhe kjo është e dëmshme. Pastaj kur kapet edhe gjyqësia, nuk ka vend më as edhe në milimetra demokracia. Po kap gjyqësia, mbaroj demokracia. Rrjedhimisht ne duhet kemi shumë kujdes ta ndalojmë kapjen e gjyqësisë për të ruajtur demokracinë, sepse kjo është mazhoroncë parlamentare. Në krye me kryeministin Kurti dëshiron të forcoj partinë edhe të dobësoj shtetin. Dhe ky është një disproporcion jashtëzakonisht i dëmshëm. Edhe po të ishte më i miri, edhe po të ishte lideri më i zoti edhe më i mëshëm me qëllimet më të mira mo. Qasja është gabim. Pse? Se po e krijum këtë precedent. Kështu,
pastaj vjen një lider tjetër, që ndoshta ka tendenca dhe më të rrezikshme, dhe praktika precedenti është jashtëzakonisht i rëndësishëm, që duhet të ndalohet. Po kryu kër praktik dhe po kap shteti nuk flitet më për udhëheqjen me anë të ligjit, por me udhëheqjen me anë të individit. Individi nuk udhëheq ligji, dhe këto janë parimet bazë sundimit ligjit. Duhet në shoqëri me sunduar ligji, jo individi, jo kulti i individit. Dhe këtë po ushqejnë përmes organeve të partisë, duke dobësuar organet e shtetit. Është problem shumë i madh. Duhet ta ndrojmë. Me shumë pasien. Bardel, du me dalë të kjo pjesa e fushatës. Qysh jemi unë mbyll fushata përshtypje tua, me shumë njerëz në të në kohën aktiv nuk e nalë kur, se di që ka pas një të bim dikon, ku ka qenë Vjosa Osmani, Lumira Degjiku, që s'ke qenë edhe te i pranishëm. Po thuj se në gjitha. Po që edhe jetu e përjetu, kështu. Po thuj se në gjitha. Jo, ideja është se unë kur hy në një garë, apo t'jep emocion, apo t'jep vullnet, apo unë jap maksimumin tim, dhe unë e kam marrë me seriozitet këtë, nuk kam hyrë për sportivitet, po me seriozitet, më të madhin seriozitet. Kam shkri të gjithë talentin, dijen, kapacitetin tim. Së pretendoj që jam ma i dishmi, së pretendoj që jam ma i zoti, së pretendoj që jam ma i miri, por me aq sa di dhe mundem, nuk kursehem, dhe s'jam kursye për gjatë gjithë kësaj kohë, takim, të bim, në çdo vizit që kemi bo, dhe sidomos komunikime me qytetarët drejt për drejt. Dhe tani e sheh nga komunikimet me qytetarët që cilat janë nevojat e tyre. Isha për shembull në Gjakov, në një prej tubimeve që ishim atje. Dhe më tregonin se si për të 4 herë kryeministri Kurti, pra këta po shkojnë në zgjedhje duke thënë kryeministri Kurti 4, qeveria 4, Kurti 4, pra për të 4 herë po shkojnë në zgjedhje. Dhe në Gjakov për shembull, kishin premtuar që do të bëjmë shinat e trenit e do ta lidhim me Shkodrën. Pra me portin e thatë të Durrësit do të ndërtojmë shinat e trenit nga Gjakova, nga Bajramçurri, përmes liçenit andej të Firzës, Komanit, edhe do dalim në Valldejes tek Shkodra për të lidh shinat e trenit andej. Do të lidhim rrugën me Shkodrën, do të hapim aeroportin e Gjakovës për low cost. I kishte premtuar që do të bëjmë edhe zonën industriale, ekonomike kështu me radhë. Të njëjtat premtime për të 4 herë. Ndërkohë që të shkretit, ata kishë nevojë të kishme na rregullu rrugën bile prej Gjakove deri në Prizren, as 30 km rrugë e ndërtuar para 70 vitesh, 30 km ata bojnë 1 orë me shku deri në Prizren. Një rrugë e rrezikshme ku ka aksidente dhe ata kanë nevojë për këto gjëra, zgjidhje të thjeshta. Njëjtë edhe rruga Gjakov-Pej, ka pjesa e Dugagjinit, totale anashkalume. Nuk ka rrugë. Para 70 vitesh, prej Peje deri në Gjakov, me shku e bën sidomos govere deri në 2 orë. Bon, totale bllokume para 70 vite dhe premton gjërat e tilla, ndërkohë që me paturpsinë më të madhe del në televizor që ishte në atë intervistë në fundit, mos më ngatroni mua për projekte, se unë s'jam për projekte. Shure si je për projekte? Po nëse si je për projekte, për çka je? Qa bën qeveria nëse s'bën projekte? Nuk realizon projekte. Unë e menoj që shtu kej sinqert. Se i doli se s'kish, unë zo keq të disa intervista se s'po të gjithë përpyetjen na tregon një projekt që e ke përfundu. Substancial, të rëndësishëm si pjesë e investimeve kapitale. Zero. Pra ato që si kanë bërë për 6 vjet dhe i kanë premtuar për 4 herë në zgjedhje, nuk i bojnë as për 60 vjet e as për 40 herë po erdhën në zgjedhje. Dhe rrjedhimisht ky cikël, ky kaos institucional duhet me u ndalue. Zgjedhjet janë që ndoshta për demokracinë, por janë dëmshme kur ripërsëriten edhe përdoren vetëm për linçime e sulme ndaj kundërshtarëve politik. Sepse çfarë kërkon kur ti merr besim qytetar? Për të kryer punë, nëse nuk kryer punë, po krijo kriza. Edhe probleme sërisht, ne problemet po i dim, po kem nevojë për qeveri që i ofron zgjidhjet. Bardel. Hallet i kemi dëgjue, janë shumë të mirë në artikulimin e halleve, por problemi është që duhet i zgjidhim ato. Dhe aty ka ngecë kjo qeveri. I vetëm institucion që kishte hec, ishte institucioni i presidencës. I vetëm institucion që na ka ndihmuar e që ne kemi qenë krenar, që të gjithë përfshi, dhe ata vetë vendosjen. Ka qenë institucioni i presidencës. Presidentja e ka përfaqësuar mënyrën më briljante më të mundshme Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ka sjell 4 njohje në kohën kur ishte komplet embargo dhe nuk kishim asnjë raport ndërkombëtar. Në kohën kur ishim në sanksione, qeveria nuk shkonte dot asnjë forum
rajonal, jo më ndërkombëtar. Ajo eci jashtëzakonisht përpara. 6 herë u taku me presidentin Trump. Pra presidentja e 6 e Kosovës, 6 herë është taku me presidentin Trump. A e kupton çfarë do të thonë kjo? Çfarë niveli të përfaqësimit ndërkombëtar në NATO, në Këshill të Evropës, në Bashkimin Evropian, gjitha forumet ndërkombëtare. Dhe ndërkohë qeveria kishte ngec. Presidentja kishte ec. Dhe këta, në vend që të hecnin edhe vetë, shihnin si ta ngecnin edhe presidencën. Pra, këto kishim një nevojë, që të kishim një qeveri që hec si që ka hec presidenca. Jo një presidencë që ngec si që ka ngec qeveria. Total e gabushme. Dhe prandaj ne me Lidhjen Demokratike të Kosovës, në këtë bashkimin e madh që e kemi bë, kemi ardhur me alternativen. Duhet me patjetër që ne të ofrojmë një president të fortë, siç është presidenti Osmani, dhe prandaj është udhëheqja e listës së LDK-s me numrin 1, për t'i ofruar vendit një president sërish të fortë dhe për të hec, jo për të ngec, dhe kemi ofruar dhe alternativë qeverisë, sepse ne kemi nevojë për një qeveri dinamike, siç ka qenë presidenca dinamike. Pra, këtu kemi nevojë dhe prandaj jemi bashku që të gjithë bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me një listë jashtëzakonisht mirë, me një program qeveritar me 113 pika që kemi premtuar gjona që mujmë me i realizue, sepse ne flasim për atë që dim, por më e rëndësishmja, dim çka flasim. Dhe pra, ne kemi premtuar dhe është lehtësisht e realizueshme. Pa termocentralin e gazit, 500 megawatt energji me gaz i kemi premtuar në programin ton qeveritar dhe kjo është e realizueshme me gaz amerikan. Këtë që thiri prap ambasada amerikane dje dhe reagoi. Në farforme thashë është obligim, po është obligim se energjia nuk është vetëm energji, është edhe strategji, është edhe siguri. Është siguri dhe ne duhet patjetër që të diversifikojmë burimet e energjisë. Duhet të ndërtojmë parqe solare, parqe të erës, të rritim prodhimin, jo importin. Ne po rritim konsumin duke zvoglu prodhimin dhe rrjedhimisht rritet importi. Pra, në energji, premtime konkrete në arsim, në shëndetësi, në zhvillim. Fondin kombëtar të inovacionit 33 me aplikuar për projekte në inovacion dhe teknologji. Të kemi ministri që merret me 33-ja, që me projekte zhvillimore të gjitha ministrit në secilin sektor. Jo të kemi ministri për digitalizim, ndërkohë që ne kemi nevojë për digitalizim në çdo ministri. Të gjitha ideti kanë të gabume. Ne kemi nevojë për digitalizim dhe inovacion në secilën ministri. Këto tema tash kanë me të lukso bordë, nëse ka përmendur me keq. Ne na duhet me hec, sepse vetëm kemi ngec, duhet me hec shpejt. Bordë, çfarë ndjesie po të japin qytetarët? Që për shembull unë kur dal në terren si gazetar, puna më e mirë që e bëj është në terren. Edhe e sheh ka herë une krijoj pak irritim ndaj politikës, se thëmë e kemi një vend mrekullueshëm, kemi një qytetar, popull jashtëzakonisht energjik që e dojnë që të vend, po si me thonë ka njëherë politika shkon në orientimin e mrapsht, ose i përdor e i keq përdor me do pika që tashmoja ka zbulu. Si me thonë, pak të janë nxit frikën, që është bënë pushteti populist i lezizis vetëvendosje, që në tana heret ja përmen pak luftën edhe kërcënimin për Serbisë. Tani thot na jena patriota se unë jam të investu në ushtri, apo dhe që na duhet më rujt e më mbrojt, anë ne e mohon faktin njerëz që e din që shtës për sigurinë tonë ka kena një kontrat, edhe që është NATO aja që kujdeset për ata është këfori në Kosovë, dhe më që kjo manipulimi që bëhet qytetarëve, që për minimin tam ka erë thu pse nuk e kena një klasë politike e cila nuk është dash me flaj 24 orë për me rregullu mirëqenien edhe jetën e këtyre njerëzve. Po i përdorin qështu, si me thonë. Lëvizja vetëvendosje është rrit edhe ka fituar besimin qytetar ndër vite, për shkak se ka arrit me artikulue problemet në mënyrën më të mirë për këtë skenës politike. I ka artikuluar problemet ndër vite, probleme reale. Pra, kur kanë qenë në opozit, kanë bërë opozit fantastike. Kanë ndërtuar besim tek qytetarët dhe me kalimin e kohës qytetarët, duke pa dështimet e qeverive të kaluara para 10 vitesh, 15 vitesh, kanë shku duke ja besimin lëvizjes vetëvendosje. Kanë gjallë shpresë. Sepse kanë gjallë shpresa. Dhe në rregull, ja dham besimin, se 6 vite ata janë në pushtet,
nuk janë më opozit. Por në vend nga rritja që e kanë në vazhdimësi, kur kanë hyrë në institucione, kanë hyrë aty për të ofru zgjidhje, për të punu për qytetarët, jo për të sulmu e prapë kundërshtarët. Jeni institucione mo, ti edhe kundërshtarët duhet me imbrojt. Edhe mediat, edhe njerëzit e pavarur, edhe njerëzit kritik duhet me imbrojt, si jeni institucione tashmo. Ndërkohë që këta, për 6 vjet e militarizun edhe institucionet, komplet me ushtrin propagandistike, dhe tani e harrun pse janë aty. E harrun që janë aty për të zgjidhur problemet, ta vazhdojnë plasin për problemet e para 10 viteve. Si të ishin opozitar prap, ndërkohë që janë qeveritar. Tash je qeveritar, nuk je më opozitar. Vazhdo qeveris se 6 vite. Qeveris, dhe qeverisjen nuk e din këta. Dhe prandaj e hupen besimin qytetar. Prandaj pe hupin çdo ditë besimin qytetar, sepse ta dhanë besimin për 6 vjet, ta dhanë besimin për të qeverisur dhe për të ndihmuar qytetarët, jo për t'i sulmue dhe për të bllokue. Jo propaganda, urrejtje, tani fshari. propaganda dhe urrejtja përmes sulmeve të përgjithshme nuk pin më ujë, sepse po bën pothuajse një dekadë në qeveri. Dhe ideja është që tani qytetarët, dhe këtë e shoh nga gjitha takimet që i kemi me... Po vërejt që jashtëzakonisht shumë. Sinqerisht ka dhe. Po, por sigurisht që është një pjesë shumë e madhe e qytetarëve që nuk prononcohen, nuk flasin online, nuk çojnë komente apo like në për rrjete sociale. Por ata është një shtresë shumë e matur, cila nuk aktivizohet publikisht, por është shumë e arsyeshme privatisht. Dhe rrjedhimisht ata votojnë me arsye, jo me emocion më. Nuk ngjall më emocion, as propaganda, as sulmi, as sharja, ashtu përkundrazi qytetarët që janë lodhë dhe janë irritue me këtë lloj qasje. Bollmo, mbaroj propaganda. Nuk është më e udhës dhe arsyeshme gjithë kjo fuqi ndarse dhe përçarse. Nuk lanë poret shoqërisë pa sulmue, asnjë sektor pa e atakue dhe rrjedhimisht është me shumë rëndësi që të ndalohet kjo. Dhe ne jemi këtu me një alternativë jashtëzakonisht premtuese dhe qytetarët pe e shohin to, edhe sonte në orën 20 në sheshin Skënderbej, në sheshin e herojit ton kombëtar që ka mbrojt civilizimin evropian dhe ne jemi aty të bashkuar për të realizuar integrimin evropian. Dhe atë do ta bëjmë sonte në tubimin e madh në orën 8 në sheshin Skënderbej, ku qytetarët që na u kanë bashkuar në këtë rrugtim janë aty për të na votuar në këtë përfundim. Bardel, jemi bindën që qytetari i Kosovës e vlerëson jashtëzakonisht shumë edhe sinqeritetin, edhe punën e përkushtimin e entuziazmin që kanë pa këto ditë të te, edhe ndoshta jemi bindën që kemi me të pa deputet kuvendit të Kosovës. Në pikat shkurta, çka përfaqëson Bardel Hasan Papaj, edhe shkurt, se unë e di historikun, po lidhja jote dhe kontributi jote që ke dhënë në kuvendin e Kosovës. Po shkelzen në fakt... Se ke përmen këto në fakt, po kush do që të kish pasin e tha, e kish bërë në ta agendë politike. Drejtori një programi të posaçëm të NDI-t në kuvendin e Kosovës në vitin 2009-2010 dhe unë e njoh mirë si funksionon kuvendi. Kam themeluar shërbimin e ulëmtimeve parlamentare në atë kuvend. Kam qenë prezent me 3 e 3-ja, kam ofruar trajnime, i quanin policy breakfast, ato mëngjeset ku diskutonin politikat legislative, ku të bëjmë një proces ligjor të hartimit legjislacionit me anë të ekspertizës, ku angazhojmë ekspert, mendime profesionale dhe jo fjalime emocionale në parlament. Pra parlamenti në vend që kishim nis atëherë me programe të qeverisë amerikane që na ndihmonin shumë për të ndihmuar kuvendit, në vend që tash ndronim në një trup me organe legislative profesionale, tani janë zhndruar thjesht në grupe politike dhe emocionale. Po ka qenë se ligjet janë bëna atë ku janë bërë shumë të mira, kemi pas ekspertizë ndërkombëtare dhe unë kam kontribuar shumë si ekspert në fushën e legjislacionit në vazhdimsi në projektet të financuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në atë kohë, për 2 vite, kam punuar duke ndihmuar kuvendit, si program kemi qenë që ndihmonim kuvendit në vitet 2009-2010, hartimin e rregulloreve, akteve nënligjore, funksionet edhe ndarjen e detyrave të komisioneve dhe shumë punë të tjera. Por që
ato I takojnë të së kaluarës. Tani jemi Tash, në një çka rrugtim përfaqëson të Bardhyl Hasan Papa nesër si deputet? Çka Zëj besimi arsyes I mirëkuptimit, I bashkëpunimit, I tolerancës, sepse institucionet duhet të themelohen pa marrë parasysh rezultati I zgjedhjeve. Rezultati I zgjedhjeve është aty për t'i përfaqësuar qytetarët dhe për të themeluar institucionet. Në fillim duhet të zgjedhin presidentin dhe këtë ne kemi ofruar një alternativë që në fillim para zgjedhore duke nominu kandidatin për presidentin Vjosa Osmani Sadriu, të cilën e kemi në numrin 1 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por partitë tjera do të ishte qenë udhës që ta bëjnë propozimin e tyre me dije që para zgjedhjeve dhe të mos na vinë me surpriza pas zgjedhjeve pastaj dhe me taktika të çastit. S'është punë taktike, është punë logjike, është punë njerëzore, është politikë që duhet të ndërtohet në interes të qytetarëve, të Republikës edhe të Kushtetutës. Ta zgjedhim presidentin sa më shpejt, sa më parë. Të ofrojmë vendin një qeveri stabile, shumicë parlamentare, të ecim me institucione, ajo bëhet për një ditë, dy, kur ka vullnet, ditën e parë, si konstituohet kuvendi, mundet mu zgjedh të gjitha organet e kuvendit, mundet mu zgjedh qeveria, mundet mu zgjedh president, tja edhe ecim përpara. Bardhyl, para se me mbyll, të përgëzoj për polemikën me Veton Surrojnë, ju në me 10 kolegë gazetarë misht me, që më kanë shkruaj që na pas ka marrë malli me po polemikat të lloj, unë bona shpërndova një status që thash nuk po du me marrë anas me bë koment, po u knaq aty lexu se që kjo në fakt ka qenë dikur, edhe është dashur ndoshta me ka mënyra se qysh ballafaqohen mendimet ose kur dikush kritikon. Të përgëzoj për mënyrën, gjuhën, artikulimin e njëkohësisht edhe një debat që po I mungon kësaj shoqënie të paktën formati se çysh është dashur me u bë ose polemika. Veton Surroj edhe ju, si me thonë, argumentut fuqishëm në aspektin profesional, që qytetari me kuptu për një temë caktuar që këtë rast ke vendimi I presidentës Osmani për shpërbamjen e kuvendit. Po Xhen, unë reagova sepse ajo është kompetenca ime profesionale, ku unë me fanatizëm e mbroj, sepse besoj fuqishëm dhe jam shkolluar ndër vite dhe edhe doktoraturën kam mësuar ndim të ligjit dhe unë e di që në kapin shpesh emocionet e çastit, por kushtetuta është kryesorja, ligjet dhe vendimet duhet jenë përputhje me kushtetutën. Dhe unë jam fanatik I asaj që shkruhet me respektue në përpikmëri. Kishim një debat, u mundova që të jap sqarimet e mia, pse dekreti dhe historia e të drejtës kushtetuese në këtë vend. Zoti Surroj nuk është jurist, por më pëlqen stili artistik dhe kreativ si ai artikulohet dhe shkruan, e lexoj, por kisha mos pajtime përmbajtësore dhe I reflektova në mënyrën time më të mirë. Mund të me reagoj, patëm reagime kundër reagime, kishte reaguar dhe sot, do të bëj një reagim më vonë. Do t'i përgjigjem me mirësi, me edukat, sepse ne jemi në këtë shoqëri, kemi të drejtën mos më pajtue. Ani pse ka tendenca që jo vetëm u pajtue, po edhe më rreshtue veç përmas një partije dhe ajo është rreziku e kësaj shoqërie. Kështu që edhe drejta kushtetuese do ta tregoj dobinë e atij dekreti të shpërndarjes së kuvendit, sepse përndryshe do të kishim pas një situatë që po mos nxjerrte ai dekret, po mos vepronte presidenti Osmani, ku ne do të kishim një kuvend me shumicë parlamentare dhe nuk do të kishim president, dhe kjo qasje kaotike e kësaj shumice nuk do t'i ofronte më vendit president. Kështu që ajo është veprimi më I shëndosh demokratik dhe më përmbajtësor, dhe këtë do ta tregoj shkenca juridike në vazhdimsi dhe unë për këtë ndihem krenar dhe flas pa kështu. Por me zotin Surroj nuk do të kisha dashur me mbyll debatin në letër, do të kisha dashur që me diskutue haptas edhe në studio, ball për ball, me argumente, me diskutime, podcast Vetoni ndoshta mas po në qoftë podcastin e tij apo në ndonjë televizor kudo që ai mendon, dhe unë me dëshirën më të madhe mund të bisedoj për çështjen dhe të shpjegoj edhe më në detaje çështjen e dekretit, edhe në formën e thjeshtë për qytetarë për ta kuptuar, por edhe në formën më të komplikuar juridike për juristat dhe specialistat për ta analizuar. Kështu që debati është I shëndosh dhe respektoj. Natyrisht, sidomos kur është këty në këtij niveli. Bardhyl, faleminderit shumë. Faleminderit Xhen, kënaqësi. Turoj nga zemra me fitu këtë garë,
nuk kam asnjë dilemë. Numri 34 besoj që është i pashmangshëm për secilin që ka përcjell këtë fushat e që beson në LDK-n e në vlerat që përfaqëson kjo parti. Faleminderit. Sukses.